A keni një koment mbi situatën pasgjedhore në Kosovë dhe mundësinë e koalicioneve që mund të çojnë te kalimin e krizës së të zgjatur institucionale atje? Unë qëndrimin tim e kam mbajtur publikisht, kam qenë pro Zotit Kurti, edhe pse nuk kam asnjë lidhje ideologjike me Zotin Kurti, përveç çfarë na lidh patriotizmi dhe për çfarë na lidh teza e Bashkimit Kombëtar. Kërkoja që Zoti Kurti të merrte një mazhorancë dërmuese, kjo për shkak se Kosova duhet ngrejë institucione të forta dhe duhet të ketë stabilitet politik, pasi çdo politike ndjekur gabim dhe çdo mos përforcim institucionesh do e kthente Kosovën në një destabilitet politik. Shpresoj që partitë politike në Republikën e Kosovës tashmë të jenë të bindura për të ndërmarrë një hap drejt një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje në një bashkëpunimi të gjerë për zgjidhjen e krizës së presidentit dhe te kalimin e këtyre mërive politike të cilat do i kushtojnë Kosovës shumë në aspektin ndërkombëtar. Mos harrojmë, është një shtet relativisht i ri dhe kërkon që të keni stabilitet dhe të rrisi gradualisht njohjen e shteteve të tjera drejt Kosovës. Dhe gjykoj se Zoti Kurti do bëj të pamundurën për krijimin e qeverie me bazë zgjerë. Unë shpresoj që të ketë një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, që duket më e mundshme, pasi LDK-ja, duke qenë se zonja Vjosa Osmani u ka polarizuar si figurë, pasi kërkon me patjetër dhe me një farë shpërsie të pajustifikueshme kolltukun e presidentes. Atëherë më e mundshme është që lëvizja vetëvendosje të kalojë në një koalicion me PDK-n dhe të ketë një farë bashkëndimi politik për t'i dhënë zgjidhje kësaj krize të madhe politike në Kosovë. A është i natyrshëm ky koalicion duke parë divergjencat që përfaqësojnë këto dy kahe politike në Kosovë? Janë dy kahe të ndryshme. Faktikisht ideologjikisht të dyja janë parti të majta në aspektin e formimit ideologjik. Patjetër që ka divergjenca, pasi PDK është pjesë e politikës vjetër në Kosovë. Le të themi është përfaqësuese e shumicës krahut të luftës, por më e mundshme, gjykoj edhe ideologjikisht është më e mundshme që lëvizja vetëvendosje të ketë një partneritet me PDK-n, pasi me LDK-n e provoi edhe në vitin 2020-2021 ku qeveria nuk zgjati më shumë se 40 apo 50 ditë. Dhe në këtë aspekt më duket më e mundshme që këta njerëz, le të themi, kanë treguar që e duan Kosovën, edhe pse janë korruptuar më pas, besoj se do gjehet një farë rrugë e mesme që lëvizja vetëvendosje të ketë një koalicion me PDK-n, apo të paktën ashtu shpresoj unë që Kosova të dalë një herë mirë nga ky ngërç politik dhe kushtetues. Meqense jemi tek PDK, kujtojmë se komandantët e UÇK-s dhe drejtuesit e Partisë Demokratike Kosovës mbeten të burgosur dhe në pritje të vendimit. Çfarë prisni, si mendoni që do jetë vendimi dhe si mund të jetë një reagim i shqiptarëve për këtë? Është, le të themi, është një gabim i jashtëzakonshëm strategjik nga krerët apo udhëheqësit e UÇK-s. Kjo për shkak se edhe vetë Zoti Kurti i kishte paralajmëruar që gjykata speciale do të kthehet në një bumerang dhe vërtet ashtu u kthye, dhe çdo dënim, nuk ka rëndësi koha, mjafton vetëm një orë të jenë dënuar, atëherë do bënte pis luftën e drejtë çlirimtare antipushtuese të UÇK-s në vitin 1998-99. Besoj se ka një kaje politike edhe vetë nga gjykata penale ndërkombëtare e Hagës për të rrëzuar tezën se shqiptarët u rebeluan ndaj një padrejtësie, tezë e cila qëndron dhe është më se e vërtet, pasi shqiptarët ishin pushtuar nga ish Jugosllavia, shqiptarët po përjetonin një gjenocid dhe një spastrim etnik nga Slobodan Milošević, dhe patjetër që është një kauzë drejtë, por duke qenë se ka një, le të themi, ka fraksione
antishqiptare, qoftë në Europë, por qoftë në vende tjera të cilat investohen për të prishur imazhin e shqiptarëve në Ballkan, patjetër që mund ndodhen edhe kështu ndërmarrjesh politike dhe ligjore, por shqiptarët të treguan dobët në votimin në parlament të formimit të gjykatës speciale, dhe sigurisht tashmë nuk mund ta zhbëjnë më, pasi janë vetë liderët apo krerët e UÇK-s të cilët ishin hithtar të kësaj gjykate. Por që shpresoj që këta komandant, qoftë Hashim Thaçi, qoftë Kadri Veseli dhe qoftë Jakub Krasniqi dhe të gjithë ata komandantë të cilët kanë qenë pjesë integrale e UÇK-s, shpresoj që të dalin pafajshëm dhe të kthehen në Kosovë sa më shpejt. Zoti Laçi, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve.